Po, Bruna më thuaj. Më përdhunoj që 16 vjeçe dhe për mbi 20 vjet fajsova veten në vend që të fajsoj atë. Në moshën 16 vjeçare më morën pa fajsinë. Ishte djali që më ngacmonte prej muajsh dhe për të cilën kisha një shkëndi, ai që më futi në kurth. Ishte viti 1996. Ai më ndaloi në rrugë me makinë dhe bashkë me atë ishte edhe një shok. Më bindi që të hip për të biseduar, në pretendimin se në rrugë na shihnin dhe pa dëshirën time më çoi larg qytetit. Shoku doli nga makina, ndërsa ai nisi të më zhvesh dhe rezistenca ime ishte e pamundur që ta ndal. Nuk e harroj kurrë dhimbjen e tmerrshme dhe turpin e atij momenti. Kjo ngjarje më ka dhëmbur shumë, se i thoja vetes, ti e ke fajin se hipe në makinë. Ky faj më përndoqi për vite me radhë dhe madje ndihesha e pist përballë çdo djali që njihja. Më janë dashur mbi 20 vite që të shfaqsoj veten dhe kjo ndodhi kur ju afrova të 40-tave. Një vajzë e mitur me naivitetin e saj besoi në fjalët e djalit i cili e ngacmonte prej kohësh. Ai mori pafajsinë dhe gjumin për 20 vite. Këtë histori ajo nuk e ka ndar kurrë, ndaj sot vjen në seanca e parë, anonim dhe me pseudonimin Bruna. Bruna. Mirëmbrëma të gjithëve, ju falenderoj për drejtaren dhe hapësirën që më keni ofruar. Bruna, ti sot je një grua e rritur. Si do ta karakterizoje veten tënde jashtë ngjarjes së të shkuarës? Kush je ti? Do të thoya që nuk mund të bëj një pasqyrë të vetes time ose të reflektoj për atë që unë jam sot duke mos përfshirë atë që më ka ndodhur. Se në farë mënyrë ne jemi produkt i shumë gjërave që na ka ndodhur dhe kjo ngjarje ka qenë një tronditje që unë e kam mbajtur në vetvete për shumë vite, duke vuajtur sikur të isha e vetmja fajtore. Ti sot je tek të 40-tat e tua. E distancuar në kohë, si e shikon atë ngjarje? E shikoj veten si një jo fajtore, e kam parë si fajtore për shumë vite, si një viktim që nuk e ka kuptuar për mbi 25 vite që ka qenë viktim. Kam mbajtur në pesh shumë të rëndë duke fajsuar veten për vite me radhë për një fundi për një dëm dhe për një dhimbje që më është bërë barë mua edhe mbi ndërgjegje edhe mbi trup. Dhe sot ne, Bruna, nuk do të flasim vetëm për atë akt turpi që të ka ndodhur ty, që ta kanë shkaktuar të tjerët, por për ndjenjen e fajit që të ka përndjekur për vite të tëra. Ti sot si e shikon veten në raport me këtë ndjenjë faji? Sa vazhdon të ndjesh fajtore për abuzimin tënd seksual që të bë kur ishe vetëm 16 vjeç? Më në fund pas 25 vitesh u çlirova nga ndjenja e fajit. Edhe ka shumë pak veta të cilëve unë kam besuar këtë gjë, për fat keq që njerëzit e parë të cilëve unë duhet ua konfidoja atë që më ndodhi, duhet ishin prindrit e mi, por duke menduar, duke llogaritur që unë kam qenë vetëm 16 vjeçe. Një ngjarje ndodhi në 96-ën. Mentaliteti edhe gjithë problematikat edhe mendësia asaj kohe e bën të pamundur që unë të shprehesha tek prindrit e mi. E kuptueshme. Kam bërë shumë gabim në fakt, që nuk e kam folur edhe nuk jam hapur, sido që të ishte puna. Mos vazhdo ta fajsosh veten edhe ta gjykosh, sepse pikërisht për këtë temë do të flasim sot, për faktin që ti ke luftuar ndjenjat e tua të fajsisë dhe mos i shto vetes më ndjenjat e tjera faji. Kur ti vendose ta tregosh historinë, mbas sa vitesh ndodhi dhe cili ishte personi i parë me cilin ti vendose të rrëfehesh, ti besohesh? Nuk e kam thënë kujt se kujt e kam thënë për të parë, po të dhe ty Elon. Ka qenë në shoqja ime gjimnaze, me të cilën jemi larg, por kemi gjithsesi kontakte. Sepse ajo ka qenë një person që na njihte edhe mua dhe këtë personin tjetër si një ka qenë në përditshmërinë time gjatë asaj kohe dhe pas sa vitesh e bëre këtë rrëfim? 25 vitesh. Pas 25 vitesh. Si e ke mbajtur? Si e ke mbajtur, Brun? Ka qenë shumë e rëndë dhe më vjen qaj kur e mendoj tani. Jo se është një gjë që më ka ndodhur vetëm mua. Jam e sigurt që ka ndodhur shumë njerëzve, po tani kanë filluar të gjykoj veten nga këndvështrimi i kundërt, përse nuk e fola. Do të rikthehemi pas pak edhe tek ngjarja dhe tek ndjesi që ti ke pasur në ato vite, por dua të kuptoj pak përjetimin
dhe reagimin që të ka dhënë shoqja jote kur e ke ndarë për herë të parë këtë rrëfim? Ka qenë shumë e tronditur faktikisht. Edhe është habitur se si ka mundësi që nuk ka kuptuar asgjë nga sjellja ime në aso kohë. E ndrysnin veten deri në atë lloj mënyre, do të adoleshencës tonë që dhe gjitha gëtisnin pa i krijuar vetes një rrugë shpëtimi ose një lloj speranca për të shpyrë. Shumë e tronditur edhe gati e pabesueshme ju duk. Do doja t'ja thoya emrin, po nuk po ja them. Jo, nuk ka problem. Sa kohë që ti vjen anonim, të mos zbulojmë asnjë të dhënë nga rrethanat e tua, nga njerëzit që të rrethojnë, sepse është vërtet një histori delikate. Dhe ne çmojmë që ti vjen sot në seancën e parë dhe e ndan këtë për publikun, sepse jam e sigurt që përgjatë këtij rrëfimi ne do të mund të zbërthejmë shumë forcë dhe mesazhe për publikun dhe njerëzit që të ndjekin. Por doja të pyesja pak, Brun, çfarë të ka dhënë ty ndër vite? Mbas kësaj ngjarje. Më ka thënë fakti që ka bërë që ndjeja veten vazhdimisht në faj. Domethënë, nëse unë nuk do kisha bërë një hap, nuk do ndodhte ajo gjë. Dhe e ndjeja gjithmonë unë veten si shkaktarja e gjës. Nuk e ke fajsuar asnjëherë abuzuesin tënd gjithkohës fajin e ke mbajtur për vete? E kam mbajtur gjithmonë se kur unë e bëra, domethënë unë e krijova mundësinë që të ndodhte kjo gjë. Dhe në fakt, le të kthehemi pak, Bruna, tek ngjarja. Janë shumë vite shkuar, ka qenë viti 1996 kur ti ishe vetëm 16 vjeçë. E di që të shkakton përjetime të forta dhe bashkë kur kemi folur në telefon je prekur edhe e ke të vështirë ta ndash, por në atë ngjarje nuk ka pasur vetëm një abuzues dhe një fajtor, ka qenë edhe një bashkëfajtor, një bashkëpunues në ngjarje që ka qenë shoku i djalit i cili të ngacmonte prej kohësh. Le të kthehemi pak në kujtime dhe do doja që të ma tregosh ti përmes përjetimeve të tua. Si ndodhi? Për shumë njerëz që më dëgjojnë sot edhe janë mbi të 40, besoj e kanë parasysh mirë se si funksiononte në atë kohë. Nuk ka pasur telefone, internet, kanë qenë ato ngacmimet ku të presin njerëzit djemë të interesuar para gjimnazit, ose të dërgonin letra, sa do absurde ose në çik e çuditshme duket sot për atë rit që dëgjojnë. Dhe këto ishin sjellje që në një farë mënyrë ti si një vajzë adoleshente le të themi i përjetoje mirë sepse merri vëmendje apo jo? Më pëlqen të vëmendja, kuptohet, nuk besoj që ka një vajzë në brezit tim që mund t'ja mohonte vetes të vërtet. Patjetër, është e natyrshme. Për të hyrë në temë, ishte në vitin fund vitit parë gjimnaz, filloi të ngacmonte një djalë. Ishte djalë një familje kuçat njohur në qytetin ku jetonem. Pothuajse për ditë sa para prapa kur kthehesha nga shkolla me shoqen time. Edhe kjo gjë ka zgjatur rreth një vit e pak që interesi tim ndaj meje. Edhe familja e tij dinte interesin e tij ndaj meje. Më thuaj pak moshën e djalit, Bruna. Sa vjeç ishte djali? Ka qenë 3-4 vjet më madh se sa unë. Diku te 19-20 vjeç. 19-20, po. Ka qenë fundi verës edhe po kthehesha nga shtëpia e shoqes time. Dhe më thot, ngalon në makinë, ka qenë me shokun e vet, edhe më thot, del nga makina, po flistim atje në rrugë, thashë po iki, siç kanë qenë atë kohë. Nuk dua të flas, kot. Duket shumë naive sot kur e kujtoj. Edhe përmerta që mund të shikoj njeri sepse mund të mendoj keq. Duhet të vëdhem duke që dy prindrit e mi kanë pasur dy pozicione goxha të mira pune, njohjen shumë të mira në qytet, edhe pra të dy vinit nga familje me reputacion dhe nga ana tjetër ai po kujdesej që ti të mos e ekspozohesh. Pas të mungulljes së tim, hipim tek sedila e pasme makinës për të folur gjithmonë, për të mos qenë të ekspozuar ndaj kalimtarëve. Shoku i vet hipën direkt në makinë, sapo hipa unë dhe unë nis.
u kutova fillimisht. Mos ki merak, kjo po do ikim çik më këtej. Ndalua në kodrat e qytetit. Shoku vetë del nga makina dhe ky djalë fillon të ngacmoj, të puth dhe të më shfishte. Unë nuk kisha qenë kur në intimitet me askënd, jo vetëm afër fizikisht, por edhe të puthja dikë. Dhe ndjeja frikë, turp, ndjesha pis, nuk dija se të reagoja, ndjesha e futur në kurth. Bëja të shmangja, por ishte e pamundur. Ushtroja i forcë ndaj teje, Bruna? Jo forcë, do më thënë ushtroj presion edhe të s'ke nga mban tani, s'ke ku shkon, që si njëri të heq bluzën, ti nuk mund të alësh pa bluzën nga makina. Pastaj penetroj tek unë një gjë tërësisht e dhimbshme, tmerrsisht, dhe të vinte aq turp, sa mbaj mend që kam mbajtur me sytë e mbyllur fort dhe qaja. Nuk e kërkove të ndalonte? Nuk flente asnjë gjë. Nuk flente asnjë. Do të thënë këto janë si në për filma, jo mos, jo po ndaloj. Nuk flente asnjë gjë. E ndjen vetë thjesht të pambrojtur. Edhe në fund tha po të s'qen ke vjergjër, sepse unë faktikisht nuk pata gjakderdhje. Tani përveç rëndesës, dhimbjes, turpit, fajt, pisit të shpirtit tim, do duroja ose duhet të mbaj edhe këtë gjë, të si isha e vjergjër. Nga një mendova ndoshta penetrimi më ndodhi plot dhe prandaj nuk ka ndodhur gjakderdhja. Si përfundim? Po ty si të bëri të ndihesh kjo fjalë, nuk je virgjër? Si të ngëlloj të këtu? Unë e dje që isha. Dhe natyrisht unë thash unë s'kam parë, s'ka prekur kush me dorë, le pastaj të bëj diçka tjetër as të më puthjo. Mbas aktit të dhunshëm seksual, si u solla ai me ty gjatë kthimit në shtëpi? Tani ne do jemi të dashur, ne do fejohemi. Unë atë kohë si imagjinoja të fejohesha në atë lloj moshe, jo vetëm unë. Pas prindrit e mi, ndoshta nuk po them në thonza, për atë kohë ka pasur qëllime serioze, po të realizuara serioze, vjen qesh tani kur e them këtë fjalë. Po të realizuara mbrapsht në një mënyrë shumë të ndyrë. Nuk jam as e para as e fundit, e di shumë mirë që ka ndodhur kjo gjë. Shoku në këtë situatë, në këtë ngjarje, çfarë roli pati? Pasi ai përfundoi aktin me ty, shoku rikthye? Si duket ishin gjërat e programuara, ishte shumë dinak se tip, marrë se kisha vënë. Pothuajse nuk foli fare, thjesht më lanë tek shtëpia. Por kuptova që ishte gjithçka e planifikuar, domethënë nëse ajo vjen makinë do bëjmë këtë gjë. Ti do largohesh dhe unë do bëj këtë gjë, kështu ajo do ngelet e imja. Të kuptoj shumë mirë. Pastaj u ktheve në shtëpi, çfarë ndodhi? Kur u ktheva në shtëpi, shkoj në tualet, e kam pasur një gjakderdhje të frekshme. Fillova më ka kapur një qarë dridhur prapë, më dhimbnin një kockat e legenit. Më dhimbte gjithë ajo zona intime. Ku isha lënduar, se ajo është si plag. Kuptoj. Edhe më zi ecja. Kur e mendoj tani o zot fëmijë. Domethënë me ardhin e hemoragjisë, iku dhe ajo shpresa në thonjza që unë isha e virgjër. E kuptoj. Dhe pastaj më kapi frika që gjëja e kësaj e gjakderdhjes jam dëshmitarja vetëm e gjakderdhjes jam vetëm unë. Po pse nuk i tregove mamit? Nuk do besoj. Nuk të trembi fakti që kishe hemoragji? Nuk do mundja kur t'i tregoja as mamit as babit. Pse? Shumë tepër mamit, sepse mami sado që ka qenë dhe është një grua shumë e sakrificës, që ka punuar të dy prindrit për ne, kanë përpjekur të japin më të mirën, shkollimin e të tjerë. Kanë qenë shumë të ngurtë për ca gjëra të tjera. Dhe në fakt në një mënyrë indirekte unë e bëj dhe fajtor për të mos qenë vetvetja ose për të mos qenë e lirshme në raport me ta. Sidomos në raste të tilla.
Se do ta mkusi me markën e turpit kjo gjë. Do kishe dashur të kërkoje ndihmë në ato momente, qoftë edhe ndihmë shëndetësore? Apo nuk e mendoje se ishe e vogël? Dëgjoj, në 96 nuk ekzistonte kjo. Kjo Edukimi ndoshta. shpëtimi. Edhe edukimi ndoshta për shëndetin. Nuk ekzistonte asnjë lloj zyre, instance, spirance për të lënë një dorë në raste të tilla. O Bruna, po Edhe kështu nëse ti do ua kishe treguar prindërve ose të paktën mamit, çfarë mendon se do kishte ndodhur? Më pëlqen kjo pikpamja jote, të drejtë Lona, se nuk e kisha menduar ndonjëherë këtë pyetje të më bëhej ose këtë lloj kundërshtrimi. Mendoj që mami mund, nëse do më kuptonte, do përballej personalisht me prindrit e atij personi. Patër pse nuk e tregove? Sepse nuk e mendoja në këtë lloj mënyre atëherë. Kishe frikë? Kishe frikë se do të gjykonin? Se do të ndeshkonin prindërit? Më duke vetja tmerrsisht në paj. Shikon, doje vet, ti vetë e kërkove se hipen makinë, dhe se dile e pas me makinës. Ndoshta ka pëlqyer, nuk po them nga mami im, po nuk të mendoja unë si fëmijë, kushdo që mund ta mësonte këtë ngjarje, mund ta shikonte nga këtë vështrim. Bruna, fjete atë natë? Po që sot e kam mbushur restekun me lotë, mbaj mend shumë mirë. Bruna, si u ndjeve të nesërmen? Në ditën tjetër që pasoi? Të nesërmen, jo vetëm të nesërmen, në ditët që vijuan, unë ndjeva e detyruar të arrita kojat e njëri. Po çfarë të detyronte? Sepse të duket vetja tani ti edhe në Virgjulin je detyruar të rish me ata, ose të provosh nëse mund të pëlqej apo jo. Po ku qëndroi ti në raport me ndjenjat për këtë djalë? A ndjej diçka? Ndjej një lloj detyrimi, sepse unë kishte marrë një gjë që para të kohë ishte më shumë vlerë. Dhe më duke vetja si e lidhur me një fill të padukshëm, që s'kisha nga t'jambare, s'kisha zgjidhje tjetër. Të kuptoj shumë mirë. Bruna, unë dua të ndalemi pak bashkë me Jonën për të diskutuar këtë ndjenjën e fajt që ti ke përjetuar atë ditë, në ditën që pasoi dhe për vite me radhë. Jona, Po, vërtet. çfarë ka ndodhur me Brunën dhe a është e kuptueshme që Bruna të fajsoj veten për një akt kaq çnjerëzor që është kryer ndaj saj? Në fakt ndjenja e fajt është një nga mënyrat se si trupi ose mendja e mendon në atë moment kur ndodh ngjarja ose le të themi më pas ngjarjes, reflektimi që dhe analiza që ndodh, por është dhe një nga mekanizmat mbrojtës më të zakonshëm të cilat mendja i ka për arsyen se dëshiron të marrë një ndjenjë kontrolli mbi atë që ka ndodhur. Shiko si funksionon pjesa e trurit në momentin që ndodh ky abuzim. Është që nëse unë ndjej faj, ekziston një mundësi që ajo pjesë që ka ndodhur të mund të mos ndodhte. Dhe duke qenë se ekziston kjo mundësia në mendjen e saj, e bën që bota të duket pak më e sigurt nga çfarë është ose ishte në eksperiencën e Brunës apo të kujdo që ka ndodhur. E vërtetë është sepse Bruna fajson veten pikërisht për vendimin që ajo mori për të hipur në makinë. Dhe thoshte po sikur të mos kisha hipur në makinë, pra faji është imi, se unë hipa në makinë kur ai më ftoi. Pikërisht. Pra ndodh që bën analizën e krejt situatës mbasi ka ndodhur, si për të gjetur efekte ose lidhje që e japin asaj ndjesinë e fajit. Pasi është shumë e tmerrshme të mendohet që dikush tjetër ka kontroll mbi trupin tim. Këtu rritet rreziku, ndjenja e rrezikut ton. Dhe siç e thash, për ta bërë që bota të duket më e sigurt, atëherë ne e lidhim me fajin tek vetja, sepse ndjesia e fajit në të vërtetë është që unë sado kam pa kontroll. Sado mund të bëja diçka ndryshe. Kurse kur është dikush tjetër që ka pushtet mbi ne fillojmë edhe të mendojmë që kushdo mund ta bëjë këtë gjë. Pra, e gjitha kjo ndjejmë faj për Brunën pas ka qenë një mekanizëm mbrojtës. Është Pra mënyra se si mekanizëm. truri reagon, por në fakt e ndihmon viktimën të dalë nga trauma, nga momenti i dhimbjes që ka përjetuar? Jo, nuk e ndihmon as pak. Nuk e ndihmon pasi është një kurth
që ndodh, edhe nëse qëndron e pa shprehur, ky kurth fillon dhe të bëhet gjithmonë e më i vërtet, një realitet gjithmonë e më i vërtet për viktimën. Bruna ka qëndruar, tha, kaq shumë vite pa e treguar. Dhe të mos e tregosh do thotë që ti fillon edhe beson gradualisht fuqishëm ndjesinë edhe fajt, përforcohet akoma më shumë dhe bën që ti të jetosh një realitet që nuk të përket ty. Pra ti nuk je abuzuesi, nuk je bashkëfajtor në atë gjë. Ti je viktim e asaj situate. Dhe marrin parasysh një 16 vjeçare. Pra gjithë kjo analiza që Bruna ka bërë në atë kohë, mund duhet ta mendojmë që një 16 vjeçar sidoqoftë nuk ka aftësinë apo mundësinë apo përgjegjësinë që të bëjë një person abuzues të joshet. Është e vërtet. Por këto komunikime qëndrojnë brenda vetes, në këtë rast të Brunës apo kujdo personi që i ka ndodhur një abuzim. Pra është një reagim tipik i të gjitha viktimave të dhunës. Është një reagim në rastin tipik. konkret të dhunës seksuale. Është një reagim tipik, edhe shumë më thënë që ndodh fiks mbas ngjarjes, sidomos në komunitete ku ka disa vlerësime për pjesën e virgjërisë, për pjesën e që më thënë veshjes apo kultura të tjera të cilat i japin përparësi ca norma morale. Dhe për të ndalur tek virgjëria, meqense e përmende Jona, fakti që djali ka thënë Brunës, ti nuk je e virgjër. Edhe pse ai ka përshtypjen në vetdijen e tij e ka kuptuar që Bruna ka qenë një vajzë e virgjër. Pse mendon që e ka përdorur këtë fjalë për ta intimiduar, për të ushtruar tek ajo presion, sepse më pas ka thënë që tani ti do jesh e dashura ime, nëse ai nuk do ta kishte këtë vlerë morale, pse ai do t'i bënte një premtim kaq të madh. Po, duhet kuptojmë që abuzuesi në këtë rast nuk është vetëm fizik, por është dhe abuzues psikologjik, emocional, pra kërkon që ta dominoj viktimën në shumë dimensione. Përfshirë atë psikologjike, duke i thënë që nëse ti vepron, pra gjithë çështja është që atë frenoj reagimin e viktimës. Për këtë përdoren shumë forma, duke i gjetur pikat e dobta që personi ka, apo duke e manipuluar në forma të forta që e bën që ajo të mos kërkojë ndihmë dhe të qëndroj me heshtjen, apo ta përdor këtë gjën edhe në vazhdim, varet nga qëllimi që ka viktima. Në këtë rast, ai duket se mund të ketë manipuluar me këtë pjesën e të marrit seriozisht marrëdhënies, por që edhe Bruna e ka konstatuar, siç e tha, nuk e shikoja që ishte një formë e duhur për ta bërë këtë, sepse nëse dikush do pranonte të ishte e dashura jote, e fejuara jote, mund të gjendesh në forma të tjera, jo me abuzim, kështu që ai ka gjetur një formë tjetër, që do thotë është pjesë e mënyrës se si ai reagon ndaj realitetit që i përket. Dhe për të kuptuar pak, ndoshta Bruna na ndihmon me historinë e saj, si vijoi më pas marrëdhënia me djalin, Bruna në ditët, në muajt që pasuan. Ne fillon të frekuentoheshim, jo shpesh, por gjithsesi. Vjarë tek vetja që nuk doja ta si moment kaloja me të. Nuk kishe ndjenja, aty kuptove kur përballeshe me të që nuk kishe ndjenja për të. Jo, ndjenja jo, pastaj filloi pjesa e neverisë. Dhe ja bëj të qartë ditës që nuk dua, pas 2-3 muajsh, nuk dua të takoj me më. Gjeta forcën se ndjesha shumë dobët. Po në këtyre 2-3 muajve, patët më kontakt seksual? Po. Si sillesh ai në raportin tuaj intim? Gjithmonë po, ai ka qenë në atë moshë njeriu do patjetër një lloj kontakti me gjinimin femër. Ai do të hapet disa herë bisedën që për të njohur familjarisht, gjë që unë refuzova kategorikisht. Çfarë ndodhi më pas? Si e pritje ai? Ndodhi që po kërcënonte. Në ç'më mënyrë? Cilat ishin format? Duke bërë presion që unë du të tregoj prindërve të tu. Nëse ti s'do të takosh prapë me mua, që ai e dinte shumë që ky ishte tmerrjem. Kishim qenë në ditëlindje dikur dhe kem pasur një foto që më ka hedhur dorën në ekran. Nëse një foto për atë kohë komprometuese. Po. Dhe atë foto u dërgoj prindërve pas refuzimit tim konstant për ta ritakuar. Pas ka pasur guxim? Prindërit kanë bërë. Pas ka pasur shumë guxim. Ka pasur guxim, ose kam qenë shumë e butë mbasa. Prindërit kanë bërë namen, gjyq. Pra, gjyq për një foto. Ata e dinin që ju ishit të lidhur? Jo, nuk e dinin. Vetëm për foton ata reaguan shumë keq. Po, gjyq. Po të them gjyq. Të kuptoj. Po si ndjertin ato momente?
kur ti dije një të vërtet tjetër më të madhe që të dhëmte në lëkurë. Tani them, po përse nuk e tregova? Do më mbase do ishte shumë mirë. Po nuk e vetja aq keq, aq më faj, sa që vazhdova mbajta edhe përsipër të qenit e keqja e kësaj historie, për asaj fotos. Po shumë mbaj mend që s'mos mami. Më ka bërë të ndjem e pavlerë. E pavlerë. E ke menduar në ato momente kur familja të bëri gjyqin për foton se si mund të kishin reaguar ata nëse do dinin të vërtetën që ti abuzuar seksualisht dhe të është marrë virgjëria pa dëshirën tënde? Atëherë nuk e kam çuar asnjë moment në përmend që mund të tregoja këtë gjë, sepse më duke një gjë që më kompromentonte mua dhe më rëndonte mbi shpatullat e mia, jo mbi të dikujt tjetër. Bruna, Po. do e thoja që ky moment për ty mund të jetë paksa as një dyfishim i traumës që nuk e pasur as mbështetjen e prindërve, por nga ana tjetër ke përjetuar një lloj traume. Po ka qenë shumë pishim i traumës, jo dyfishim. Ti e di e pak a shumë pra realitetin se si prindrit mund ta prisnin dhe për këtë arsye nuk vendoset ju tregoja. Absolutisht e dija. Duke njohur edhe ato që nuk bën prindrit e mi me mua, unë e përpjekur ta bëj me fëmijët e mi. Ndërkohë që u rritën. Sa fëmijë ke, Bruna? Aq sa ka mundur, ose? Sa fëmijë ke? 2 fëmijë. Që janë tek të 20 sot. Oh, që nga të rritur. Po këtë histori e ke ndarë ndonjëherë me fëmijët e tu? E kam ndarë me njërin për vajzave. Si ka reaguar ajo? Brezat e fëmijëve sot janë shumë ndryshe nga që kemi qenë ne dikur. U prek shumë edhe si ke mbajtur, tha, përse nuk e shkruan në polici. Edhe kjo që nuk ekzistonte, nuk të shkonte në përmend në atë kohë. Po pse vendose ta ndash me vajzën e madhe? Ta ndjej shërëtimën edhe dhimbjen bën, ta ndjej. Nuk është e lehtë, të vish këtu edhe të... Ka qenë shumë e vështirë të merja si hap, që të ndaja një gjë që është shumë intime për të ndarë me fëmijën. Për të treguar një mënyrë se si funksiononte në rinin time, le të theme. Por mund të jetë që edhe mami vet ka pasur humnerat e veta në jetë edhe dhimbjet e veta. Të një mënyrë tjetër, por të kuptoj, por edhe për t'i treguar që përdesa unë të besoj një gjë kaq intime, ti mund të bësh njëjtin gjë me mua. Por mund të ketë qenë edhe një formë të shlirimi, ka gjetur vajzën ndoshta për ta ndarë këtë rrëfimionat pas 20 vitesh? Mundet edhe ndër të tjera. Për të ndërtuar një raport mbasi edhe me vajzën që ketë. Po, natyrisht, është një gjë edhe për të zbutur në një fërkim që mund të kemi pasur. Fakti që ti i rrëfe një gjë shumë intime fëmijës tënd ose njeriu tënd të afërt, është si të zgjasësh dorën e pajtimit për diçka tjetër. Edhe të komunikimit. Ndodhi që ju pat një raport ndryshe me njëra tjetrën pas të rrëfimi? Zjati pak ditë, pastaj përsëri ato grindjet me një adoleshente. E kuptoj. Bruna, do të rikthejmë edhe një herë çështjes tënde, duke qenë se është shumë e rëndësishme që ti paktën në këtë emision të dalësh me disa çlirime më të mëdha se ajo që ke përfituar vetë nga koha e gjatë me efektin e kësaj traume. Siç po e thoja në fillim, pjesa e parë që vetfajsimi është nga mekanizmat më të zakonshëm që ndodh mes viktimave që janë abuzuar seksualisht. Kjo për arsye se na ndihmon që ne të kemi një ndjenjë kontrolli, pra mbi trupin tonë dhe që bota të ndihet më e sigurt. Nga ana tjetër, një reagim që ndodh është edhe ajo e ngrirjes. Është freezing quhet, si reagimi i trurit kur ne kalojmë një traumë. Kjo për arsye sepse do që truri ta mbrojë nga gjithë ai volumi i madh emocional që përjetohet nga trauma dhe si rrjedhoi bën këtë pjesën e bllokimit. Pra ti ndihesh shumë e shkëputur. Sikur e ka haruar. Ndihesh sikur nuk je aty prezente, pra është vetë ky reagim që të mbron dhe që zgjat për një efekt kohe. Për këtë arsye shumë njerëz nuk marrin ndihmën, nuk ju drejtohen prindërve apo
policisë apo mjeteve të tjera të sigurta që mund të kenë ambient pikërisht për efekt të këtij reagimi që truri jon ka. Pra dua që sa herë që ty të shkoj mendja, përse unë nuk mora ndim, përse unë veprova ashtu, mos ishte faim, të mendosh që ndonjëherë nuk jemi ne vetë që marrim këto lloj reagimesh, por është truri jon. Pra nuk është ana jon logjike, por është instikti që është më dominant në atë periudhë. Dhe mënyra se si ne mendojmë pasi ndodh gjithë kjo situatë, vijon procesin e mbajtjes aktive të këtyre dy efekteve, pra edhe të vetfajsimit edhe të ngrirjes që truri jep. Nuk e di sa mund të ndihmojnë ty, por dua që ti kesh parasysh në momente që të vinë ndërmend. Një pyetje që kisha për ty është se çfarë do i thoje vetes tënde tashmë që ti je 45 vjeç, ka ndodhur një proces shumë i madh reflektimi tek ty gjatë kësaj kohe, por çfarë do t'i thoje vetes tënde 16 vjeç? Mendoje atë në situatën që ka qenë, në pjekurinë, në mënyrën e aftësisë për të menduar çdo gjë. Atëherë Jona, mendoj që më e rëndësishme se sa ti drejtojmë vetes time 16 vjet, Po? është drejtojmë vajzave që janë 13, 14, 15, 16 sot. Tek të cilat ndodh një gjë e tillë pa pëlqimin e tyre. Ky është edhe arsyeja sepse unë doja të flisja sot. Që ato vajza që kanë përjetuar diçka të tillë, që më dëgjojnë sot, mos e mbani në vetvete. Mos mbartni peshë në fajt për gjatë, ose për pjesën tjetër të jetës tuaj. Okay. Nuk keni fajt nëse dikush kryet marrëdhënie pa dëshirën tuaj. Okay. Edhe nëse nuk është i pari. Okej, mendoj se kjo ishte edhe një fjali që ti po ja drejtoje vetes, ndërkohë që po ja drejton Ka gjithë mundësi. vajzave. Po, mbase më ka humbur mundësia për ta rikthyer të kaluarën. Ato vajza që pretojnë këtë gjë sot do të kenë parasysh që të flasin. Me prindrit, nuk po them me shoqet, motra, vëllezër, çdo njeri që ka mund të ketë mundësi që të përballet edhe të ndihmon në realitetin e tyre. Okej. Mendoj se ajo periudhë që të ka ndodhur absolutisht është ngjarje tepër negative, tepër e dëmshme për një person që t'i ndodh. Ti vetë ke përjetuar dhe di rëndësinë e saj, por po kuptoj të paktën me sa ndave në momentet caktuara, në marrëdhënie që ti po kërkon të ndërtosh me vajzat e tua, me fëmijët e tu, është ndihmuese. Pra ti e di shumë mirë se si është të përjetosh një gjë të tillë Patjetër. dhe po i ofron një komfort dhe një hapësirë ku fëmia jot, nëse do ketë ndonjë kërcënim sado të vogël, jo atë që ti ke kaluar, por ndoshta diçka tjetër më të vogël se aq, të jetë aty pranë teje duke ta thënë. Gjë të cilën ti s'e ke pas Po ofroj ura komunikimi, pikërisht. Jam përpjekur të ofroj ura komunikimi të cilat unë nuk i kam pasur. Mbase ju për fajt të prindërve të mi, për fajt të mënyrës se si ata janë rritur, edhe se si kanë reflektuar tek rritjen e tyre. E kuptoj. Mos harroj mentalitetin, no? E kuptoj që është një realitet komplet tjetër nga sot, por e the edhe vetë një moment Absolutisht. që mund të jetë prezent edhe sot. Bruna, Tek- po sot që je 40 Më te- sot që je 40 ca vjeç, do doje t'ja u tregoje prindërve të tu këtë ngjarje? E kam menduar disa herë. Nuk ua kam thënë. Duke qenë do doja, në parim do me thënë, do doja, por duke ditur që kam se probleme shëndetësore dhe që jetojmë në 2 shtete të ndryshme, ka disa vitesh, nuk dua të rëndoj më tepër. Por që do kisha pasur shumë dëshirë që të paktën 10 vite përpara ta gjeja kurajën dhe ta flisja. Do kishte ndryshuar diçka për ty? Mbase për mua jo, përveç zbrazjes, po për ata po. Ndonjëherë vjen keq ta pranoj. Por gjithë atë ngarkesën emocionale që unë kam pasur, do ta kisha shkarkuar tek ta. Po mendoja teksa po fliste se çfarë do të ndihmonte viktimat e abuzimeve seksuale, është që së pari të kenë një arritje të pjekurisë dhe prandaj Bruna e tha që ndodhi pikërisht tani në këtë moshë, pra tani ka pjekurinë mjaftueshme ndryshe nga çfarë ka qenë më herët dhe është okay, është në rregull kjo gjë. Dhe tjetra është një distancë nga kultura që ne i përkasim. Nga çfarë kultura na ka mësuar gabimisht, në mënyrën e frenimeve apo të ndjerit të fajsimit të tepërt, ato që s'na takon.
Dhe kjo distancë ndonjëherë mund ta bëjë të reflektojmë ndryshe, që ndodh ai procesi i përfundimtar i zgjidhjes së një traume, që është ta ritregojmë ndryshe. Ta riflasim ndryshe atë që ne kemi folur vetes prej shumë kohësh. Dhe aty fillon pastaj përmbyllja e asaj që ka ndodhur. Nuk e di se sa drejt do të ishte që sot pas gjithë këtyre viteve unë të rrëfeja një gjë tek prindrit, të shkarkoja veten dhe të ndihesha deri diku e kënaqur, kur ata të përjetonin ndjenjën e tyre të fajit, ata ndjenjën që unë e kam përjetuar. Ti ke nevojë që ata ta ndjejnë këtë ndjenjë faj? Nevojë kam, por nuk mund të lejoj vetes. Duhet qenë se të janë tek të 70-tat e tyre dhe Kjo është çështja, si do të ndihmonte. Bruna, mua më bën përshtypje se deri në këtë moment ti ke përmendur veten, fajin që ke ndjer, prindrit, a kanë ata një lloj përgjegjësie faj në këtë histori që pse nuk të kanë lejuar ty të jesh e lirshme, po për djalin i cili të abuzoi, për atë çfarë mendon? Dhe a do doje nëse të dëgjon sot ti thoje diçka? Do doja që ai të merr mbrapsht në një mënyrë apo në një tjetër gjithë ato dhimbje që ai më ka dhënë mua. Di që ka fëmijë sot. Dhe pyes veten atë si do ta ndjente veten ai në pozicionin e një prindi nëse diçka e tillë ndodhte fëmijës së vet. Këtë do doja të thoja. Bruna, unë i kuptoj të gjitha ndjesitë e tua, edhe e kuptoj edhe faktin që ti të gjithë këtë ngjarje përpiqesh ta shikosh jo vetëm duke pastruar veten tënde, por edhe e distancuar në kohë. Mendojnë që gjithë ajo ngjarje ka dhënë një lloj reflektimi tek ajo që ti je sot, tek gruaja që ti je sot. Unë mendoj që ndër vite më kam bërë të ndjem si e pa plot dhe si gjithmonë fajtorja në një marrëdhënie me një mashkull. Në çfarë do lloj marrëdhënie që ke pasur më pas? Në çfarë do lloj marrëdhënie të më pasme, më ka penalizuar. Po pse? Sepse kam mbajtur gjithmonë ndjenjën e të qenit në faj. Nga që më zhdukur vetja e bërë pis e ndotur nga kjo gjë, kam pasur gjithmonë atë peshën e të qenit fajtorja në marrëdhëniet më vonshme. Ndoshta ke ndjer veten të padenj, këtë do të thuash? Jo të padenj, nuk mund të them, se unë e di që unë si njeri mbajtja shumë vlera. Pa diskutim. Po. Të mos ishe virgjë në vitin 96, më duke i vetja sikur gjithmonë hyrja në një marrëdhënie tjetër e përlyer nga diçka që më kishte ndodhur përpara. Të kuptoj shumë mirë, po dua të kuptoj pak se si e shikon Jona këtë ndjesin, këtë përjetim të ndër. Vazhdon pjesa e të menduarit për fajin, edhe është e kuptueshme, por do të them diçka që ndoshta do të mund të mbetet edhe pak në mendje, jo vetëm ty, por ndoshta shumë njerëzve që e kanë kaluar njësoj si ty, edhe kanë ndjekur të njëjtën proces të kalimit të këtij momenti ose të përjetimit, që abuzimi nuk krijon turp, por krijon heshtja. Sepse në heshtje ndodhin të gjitha reflektimet, të gjitha mendimet. Pra dua ta lidhësh me këtë pjesë. Vetë abuzimi është diçka që i takon personit që ka abuzuar, edhe ty të lë gjurmë dhimbje nëpër trup. Ndërkohë që turpi nuk është një efekt i asaj që ka ndodhur, sepse turpi të përket ty, domethënë ti ndjen sikur është pjesë e jotja, jo atij që e shkaktoi atë. Prandaj ne duhem ta bëjmë këtë diferencën që ai ka bërë një dëm tek ty, dhe çfarë ndodhi me ty më pas është për shkak të mospasjes së një mbështetje, ose ti ke perceptuar që të mos merrje ndihmë në atë kohë, ka ndodhur që është zhvilluar më pas turpi. Duket vetja e damkosur, nuk është e lehtë të zbehet. Me partnerin aktual e ke biseduar këtë gjë, e di që është shumë e vështirë për ty. Nuk është se duhet të flas shumë për jetën aktuale, se nuk jam me partnerin, me baban e fëmijëve të mi me cilën kam qenë shumë kohë. Dhe është një gjë që unë kam ndarë vitet e fundit, e kam rrëfyer vitet e fundit, po. Dhe si e ka pritur? Është prekur, më ka pyetur për të dhënat e personit, një fjalë, nuk kam dhënë asnjë lloj të dhënën, por kisha pasur shumë nevojë që të kisha rrëfyer kohë përpara. Atë kuptova. Okej. Pra shikon që ndoshta duke e treguar, është bëhet një pjesë shumë e madhe asaj që ka qëndruar në kokën tënde për kaq shumë vitesh. Bruna, pas kësaj bisede dhe pas këtij rrëfimi dhe në këtë moment të jetës që ti je, unë dua të kuptoj dhe të pyes për herë të fundit, a ndiheshe të çliruar nga ndjenjat e fajit, nga gjithçka sa ka përjetuar në gjithë këto vite? Ndjem shumë.
Nga ana tjetër, tani ndjehem me faj përse nuk e kam thënë përpara. E Është drejtë. okay. Përse ndjehem që është Ka njerëz që nuk e Ndjen që më ka flasin bërë shumë kur, mirë. Bruna. Ka njerëz që nuk e flasin kur dhe ato ndjen që ti ke përjetuar para pak vitesh, i ndjen njësoj me të njëjtën intensitet edhe për gjithë jetën e tyre. Kështu që fakti që e bëre tani në këtë moment ndjehem shumë e qetë. të jep qetësi, absolutisht. Ndjehem Krijon lidhje shumë e qetë besimi. Për faktin që edhe shumë e rëndësishme për mua sot, pavarësisht se ka kaluar kohë. Bruna, unë të falenderoj vërtet shumë sepse e di që të Edhe unë, tregosh vajza. një ngjarje kaq të vështirë dhe që ty të ka dhëmbur dhe të ka përndjekur për vite të tëra nuk është e lehtë dhe është një histori që besoj të ka ndihmuar edhe ty sot duke ndarë me ne, me mua dhe me Jonardë në këtë divan terapie, por edhe shumë vajzat e tjera të cilat janë ndodhur në të njëjtën situatë me ty. Të ndihem të vetë pranuar, kush është ka pësuar në diçka të tillë. Faleminderit Bruna, faleminderit për rrëfimin, faleminderit edhe për mesazhin në fund. Faleminderit. Faleminderit. Jonarda, shumë faleminderit. Ishte vërtet një bisedë e vështirë për ta diskutuar nga ato tema delikate që nuk është shumë e lehtë ti sjellësh për publikun, por së pari unë vlerësoj dhe falenderoj pafundësisht Brunën, e cila edhe pse anonim e solli këtë rrëfim dhe pa diskutim një vlerë të pandyshueshme e ke edhe ti në gjithë rëndësinë që je bisedës me terapinë tënde. Faleminderit ty. Faleminderit edhe një herë. Kjo seancë e parë sot ishte për Brunën, e cila mbajti një faj të pajustifikuar mbi supe mbi 20 vite dhe faj nuk është të jesh viktim, por faj është të heshtësh ndaj abuzimit që është bërë ndaj teje. Faleminderit që na ndoqët, bashkë jemi në seancën e radhës. Ándale.